Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Çasti të vërtetës. El-Haka. Çfarë është El-Haka? Pikçuditja El-Haka është një prej emrave të ditës së Kiametit. Quhet kështu sepse është ditë e pashmangshme dhe se gjatë saj do të shfaqen hapur të gjitha të vërtetat, madje edhe ato që mbahen fshehur në gjoks. Allahu i lartësuar i ashton rëndësinë kësaj dite, duke e përsëritur emrin e saj dhe duke pyetur: "Çka është çasti të vërtetës?" U tefsiru sure El-Haka ajet 1. Kush ta shpjegon ty plotësisht çastin e të vërtetës Kiametin. E ku mund ta dish ti se ç'është El-Haka? Pikçuditja e rëndësia e saj është shumë e madhe dhe tmiri që ajo sjell është i papërshkrueshëm. Aq e rëndësishme është kjo ditë, saqë Allahu i lartësuar ka shkatruar shumë popull që nuk i kanë besuar vërtetësisë së saj që në këtë dynja. Me pas, Allahu i lartësuar na jep një shembull për të kuptuar madhështinë e Kiametit, duke sjellë raste të ndeshkimeve që përfshin popull të ndryshëm nëpër kohë. Thoti i madhruari: Thamudi dhe Adi e kanë përgënjeshtruar Kiametin. Thamudi dhe Adi muan ditën e tmerit. Thamudi ishte një popull që banonte në Hijër. Allahu i lartësuar dërgoi tek ata profetin Saliha për t'i këshilluar që t'i largoheshe shirk, dhe të adhuronin vetëm Allahun krenar dhe të lartësuar se një, të vetëm dhe të pashoq. Por ata e refuzuan ftesën e tij dhe muan atë. Ata nuk e besuan lajmin e madh të ditës së Kiametit, të ashtu quajturës El Kariato. Ajo quhet kështu sepse i krau, të tmerron me pamjet dhe situatat e saj të frikshme dhe dëshpëruese. Kështu veproi edhe populli i Adit, të cilët jetonin në Hadrameut. Allahu i lartësuar dërgoi mes tyre profetin Hud Edhe ai ftonte në tauhid dhe të besonin ditën e Kiametit, por ata nuk e pranuan. Atëherë, Allahu i lartësuar i shkatërroi këta dy popull me një ndeshkim të përshpejtuar që në këtë dynjë. E populli i Thamudit është shkatëruar me një ulurim britmë të madhe të mruese. Sa i përket Thamudit, ata u shkatëruan me një ushqim të tmeshme. Ata u shkatëruan nëpërmjet një zhurme të madhe e të papërballueshme, nga e cila atyre u ngrin zemrat dhe ju dolën shpirtra. Në të gdhir, të gjithë ishin të vdekur dhe nuk dukej asgjë tjetër, veç se gërmadhat dhe kufumat e tyre. E populli i Adit është shkatëruar me një furtunë të hatashme. Ndërsa Adi u shkatërua me një stujë të fuqishme të zhurshme. Ata u shkatëruan me një furtunë të fuqishme dhe shumë të zhurshme. Ulërima e saj ishte më e fortë dhe më e frikshme se xhemimi i bubullimës. Fjala e atij tregon që ajo kaloi çdo përmasë të zakonshme, të cilën Perëndia u ka dërguar atyre 7 net dhe 8 ditë, pareshtur e ku mund t'i vëreshin njerëzit e përmbysur si trungje të humeve të kalbura. Që ai e lëshoi kundër tyre 7 net e 8 ditë rresht. Ajo solli një ndeshkim të madh dhe befasues, që i shkatërroi të gjithë për 7 net dhe 8 ditë rresht. Sikur të shihej njerëzit që shërbeshin për dhe, si të ishin trungje hurmash të zavruara. Pas këtij ndeshkimi, kufumat e njerëzve dukeshin si trungje hurmash të zavruara, të stehosur njëri mbi tjetrin. Apo shej mos ka mbetur kush prej tyre? A e gjen ndonjë që ka mbetur prej tyre? Kjo është një pyetje, se cilës i dihet përgjigjja. Nuk ka dyshim se ata u shfarosën plotësisht. Ka ardhur faraoni dhe ata para tij, si dhe populli i Lutit me gabimet e mëdha. Faraoni, ata që ishin para tij dhe të përmbësurit kryën pëshërsi. Ashtu si popujt e Adit dhe Thamudit, patë edhe shumë të tjerë që i kaluan kufit me padrejtësi. I tillë ishte faraoni në Egjipt, tek i cili Allahu i lartësuar dërgoi adhuruesin dhe profetin e tij, Musa ibn Imran Allahu i lartësuar i mundsoi faraonit që të shihte shumë shenja të qarta, nëpërmjet të cilave mund të krijonte një siguri të plotë rreth së vërtetës, por ai mohoi me kryenëqësi dhe i kaloi kufit me padrejtësi. Edhe të tjerë, para e pas tij, vepruan në të njëjtën mënyrë si populli i Lutit e Mutefikatu, të cilët gjithashtu u ndshkuan, sepse të gjithë kundërshtuan profetin dhe përhapën të keqen. Ata muan Zotin, profetët dhe porositë e tyre, bënin padrejtësi, luftonin hapur kundër të vërtetës dhe përhapësit e saj, e çdo lloj gjinoh, ligësie dhe imoraliteti. I lartësuari thotë: dhe kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, andaj Perëndia i ka dënuar ata me dënim të ashpër. Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, prandaj ai ndeshkoi me një dënim edhe më të ashpër. Të gjithë ata që u përmendën me lart e refuzuan profetin që Allahu i lartësuar u dërgoi dhe nuk besuan në ndoshta mësimet e tij. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar i goditi me një ndeshkim shumë të rëndë, të papërfitueshëm nga njerëzit. I tillë ishte, për shembull, populli Nuhut që Allahu i lartësuar e ndeshkoi duke e mbytur në ujë, i cili mbuloi gjithçka, edhe vendet më të larta. Megjithatë, Allahu i lartësuar i shpëtoi ata që i besuan profetit, nga të cilët rodhi njerëzimi sërish. Ai i shpëtoi ata duke i ruajtur në anijen që Nuhu me urdhrin e Allahut ndërtoi. Ne, kur vëshoi uji i madh, ju ngarkuam juve në anije.
Pasi vërshoi ujë në kohën e Nuhut, ne ju hipëm në anije, Allahu i lartësuar na barti në anije kur ende ishim në shpinat e stërgjyshërve tanë. Ai na shpëtoi, prandaj duhet ta lavdërojmë dhe të shprehim mirënjohjen tonë atij. Allahu i lartësuar na këshillon që të marrim mësime dhe përvojë nga këto shenja dhe fakte që tregojnë njohurinë e tij në meritën e adhurimit me dashuri, nënshtrim, bindje dhe përkushtim. I Madhruari thotë: "Për t'ju bërë këtë juve mësim dhe që të mbajnë mend veshët e atyre njerëzve të dijshëm, që të shërbejnë si kujtim për ju. Çdo anije që shihni duhet ju kujtoj anijen e parë të prodhuar nga njerëzit, historinë e saj dhe pikërisht ngjarjen se si Allahu i lartësuar shpëtoi nëpërmjet saj ata që i besuan atij dhe pasuan udhëzimin e sjellë prej profetit e tij. Ndërsa ata që mohuan dhe refuzuan të nënshoheshin ndaj së vërtetës mbeten jashtë asaj anije dhe për ta kuptuar çdo vesh që dëgjon. Këshillën me qëllim që të urtët e të mençurit të logjikojnë dhe të nxjerrin mësime prej saj. Ndërsa refuzuesit dhe shpërfillësit e së vërtetës, mendjelejtët dhe mendjengushtet, të cilët nuk arrin që të përfitojnë nga ajetet dhe shenjat e Allahut, nuk din të logjikojnë dhe të nxjerrin mësime. Ata nuk din të meditojnë dhe të kuptojnë mesazhet e Zotit të gjithësisë. E kur të fryejë një herë buria. Në ajetet më sipër, Allahu i lartësuar tregoi se çfarë bëri me refuzuesit dhe mohuesit e profetëve të tij, se si shpërbleu ata dhe si ua përshpejtojnë dëshkimin që në këtë jetë. Ai na tregoi gjithashtu se si shpëtojnë nga ky dëshkim i ashpër profetët dhe pasuesit e tyre të sinqertë. Të gjitha këto shërbejnë si një hyrje për të rrëfyer më pas dëshkimin e përgatitur për ta në jetën tjetër dhe faktin e padiskutueshëm që të gjitha veprat do të shpërblehen plotësisht në ajet. Në vijim tregohen ngjarjet e mëdha që do të ndodhin ditën e gjykimit. Gjithçka do të fillojë me fryrjen e surit nga ana e Israelit, me lekut e Allahut të lartësuar. Thotë i lartësuari e kur t'i fryhet surit vetëm një herë. Në këtë çast, trupat do të mbinë sërish, sikurse mbin bima nga fara e saj, dhe çdo shpirt do të kthehet në trupin nga i cili ka dalë. E kështu, i gjithë njerëzimi do të qëndrojë para Zotit të botëve, duke përjetuar tmerrin e asaj dite të vështirë. E toka dhe malet të bartën e të copëtohen nga një shpërthim eksplodim. Dhe të ngrihen toka e malet dhe, me një të goditër të vetme, të përplasen me njëri tjetrin. Malet do të thërmohen, do të goditen e do të bëhen një me tokën, e cila do të shndërrohet në një tjetër tokë, sikurse thotë i lartëruari në këtë ajet, të pyesin ty për malet. Thuaj, Zoti im do t'i shkruaj ato dhe do t'i shpërndaj si pluhur, dhe vendin e tyre ta bëj rrafshe pa kur far bimësje. As udhësia e as lartësia nuk do të shohesh në vendin e tyre. Taha 105, 107. Kjo është ajo që Zoti do të bëjë me tokën dhe çka mbi të atë ditë. Ndërsa për sa i përket qiellit, mjafton të përmendim se ajo është dita e ndodhisë së madhe. Atë ditë do të ngjajë dita e Kiametit. Në atë ditë do të ndodhë e vërteta. Qielli do të çohet dhe atë ditë është i rënuar. Atë ditë e vështirë, qielli do të tronditet dhe do të shpaloset. Ai do të çohet dhe do të ndryshojë ngjyrë. Qielli, që dikur rëmbante ajo forcë e madhe, tani do të copëtohet. E kjo do të ndodhë për shkak të një ngjarjeje shumë të madhe dhe për trishtimin e makthin që po afrojnë. Dhe do të çohet qielli e atë ditë do të jetë i thyeshëm. U tefsiru sure El, Haka, ajet 15. Dhe engjëjt do të rrinë anëve të qiellit, kurse atë ditë, 8 grupe engjësh do ta mbajnë ashin fronin e Zotit tënd. Dhe melekët do të qëndrojnë në skajet e tij. Melekët e nderuar qëndrojnë në skajet dhe shtyllat e qiellit, me përulësi për Zotin e tyre, të friksuar nga madhështia e tij. Atë ditë, fronin e Zotit tënd do ta bartin mbi vetë të tillë. Këta të tetë janë melekë të mëdhenj dhe jashtëzakonisht të fuqishëm, që do të mbajnë ashin e Allahut të madhruar, kur ai të vijë për të bërë llogari me drejtësi dhe me mëshirë. Ajo është dita e llogarisë dhe e gjykimit të madh, për çdo gjë të madhe e të vogël, për çdo të fshehtë e të dukshme. I lartësuari thotë: atë ditë do të pyeteni paraqiteni ju, dhe asnjë fshehtësi e juaj nuk do të mbetet e pazbuluar. Atë ditë ju do të dini zbuluar e nuk do të mbetet i fshehtë asnjë sekreti juaj. Për Allahun nuk ka të fshehtë as në trupin e krijesave dhe as në sendet, veprat dhe sjelljet e tyre. Allahu është i gjithë dituri për të fshehtën dhe të dukshmen. Ai do t'i ringjallë njerëzit të zhveshur, këmbëzbathur dhe të pabërë synet. Ata do të qëndrojnë në një tokë të sheshtë. Atje do të dëgjojnë zërin që i grumbullon në vendin e llogarisë dhe do të ndjejnë, me plot kuptimin e fjalës, frikën e qëndrimit përpara Zotit të tyre. Atje do të shpërblehen me drejtësi e bamirësi për ato që kanë bërë. Me pas, Allahu i lartësuar tregon llojet e llogarisë dhe të shpërblimit. Atij që jepet libri i veprave të tij në dorën e djathtë, do t'ju thotë të tjerëve që lexoni librin tim. Ai që do t'i jepet libri vet nga e djathta e tij, këta janë të lumturit, fabarvët, të cilëve libri i punëve të mira do t'u jepet nga e djathta e tyre. Kjo do të bëhet që ata të dallohen mes të tjerëve dhe të shfaqet qartë grada e tyre e lartë.
Secili prej tyre, i mbushur me gëzim dhe lumturi të papërshkruar, do të jetë i papërmbajtshëm në dëshirën e tij për t'u treguar të tjerëve për veprat e mira që gjenden në librin e tij, për të cilat i dha sukses Allahu i lartësuar, do të thotë: ju të gjithë. Ja, lexojeni librin tim. Kuptimi: ja ku e keni librin e punëve të mia. Lexojeni. Ky libër është për gëzim që premton xhenetin, mirësi e nderime të lloj-llojshme, falje gjunahesh dhe mbulim të metash. Nuk ka dyshim se ky gëzim dhe lumturi më erdhi prej mirësisë së Zotit tim. Është ai që më dha sukses dhe më udhëzoi që të besoja në ditën e ringjalljes dhe të llogaris para tij. Është Allahu i lartësuar që më ndihmoi, ma lehtësoi, ma bëri të dashur dhe të bukur përgatitjen për këtë ditë. Vetëm ai më dha sukses që të bëja veprat e mira për këtë ditë të takimit në të. Unë kam qenë i bindur se do të paraqes llogari. Unë kam qenë i bindur se do të jap llogarinë time. Kuptimi: unë isha i bindur plotësisht dhe pa me dyshje se do të vinte dita kur unë do të jepja llogarinë time. Ishte kjo dije e sigurt që më shtyu në kryerjen e urdhrave dhe ndalimin nga haramet. Ai është në një jetë të këndshme. Ai do të jetë në një jetë të kënaqshme. Ajo jetë është e stolisur me çdo mirësi që e dëshiron shpirti dhe me të cilën kënaqen syt. Është një jetë me të cilën ata do të jenë të lumtur dhe kur nuk do të kërkojnë të largohen prej saj, sepse asgjë nuk mund të krahasohet me mirësitë e përjetshme dhe të mrekullueshme që janë në të. Në një kopsht të mrekullueshëm. Në një xhenet të lartë, ku pemët e veta do t'i ketë shumë pranë. Të larta janë ndërtesat dhe kështjellat e tyre, të larta janë edhe gradat e tyre, ku ata do të lumturohen përjetësisht. Degët e mbushura plot me fruta do të qëndrojnë gjithmonë pranë tyre dhe ata mund të shijojnë pa u lodhur dhe kur të dëshirojnë. Këto degë do të qëndrojnë pranë tyre në çdo çast, kur ata të jenë në këmbë, ulur, shtrirë apo të mbështetur, dhe frutat e shijshme do t'u afrohen në dorë. Në shenjë nderimi, atyre u bëhet ftesë, që u ashton edhe me shumë kënaqësi. Frutet e të cilit janë të urët afër duarve. U tefsiru sure Al-Haka, ajet 22. Ju thuhet atyre, ju bafshi mirë ushqimi dhe pijet për veprat që keni punuar në ditët e kaluara. Hani e pini shijshëm. Kuptimi: hani prej çdo ushqimi të shijshëm dhe pini çdo lloj lëngu të këndshëm. Kënaqësia që është përgatitur për ju është e plotë, e gjithanshme, pa lodhje dhe pa dëmtime anësore. Ky shpërblim është për ju, për shkak të veprave të mira që bëhet në jetën e dynjas, sepse ju e keni përgatitur këtë në ditët e kaluara. E keni përgatitur me veprat e mira dhe me largimin nga veprat e keqija, të motivuar nga dashuria dhe madhërimi për Allahun e lartësuar. Ju e adhuruat e madhëruarin me namaz, agjerim, zekat, haxh, me bamirësi ndaj krijesave, dhikr, pendim të sinqertë dhe me kthim të vazhdueshëm tek Ai. Allahu i lartësuari ka bërë këto vepra shkaqe për të hyrë në xhenet. Janë këto vepra që u ashtojnë mirësinë dhe bukurinë për jetimeve në botën tjetër. Ato janë lumturuese të punuesve të tyre në këtë jetë dhe në tjetrën. Atij që jepet libri i veprave të tij në dorën e majt, do të thotë: mos të më ishte dhënë libri im. Kurse ai që do të jepet libri nga e majta e vet, do të thotë: këta janë të dëshpëruarit e mëdhej, të cilëve do t'u jepet libri i veprave nga e majta e tyre, si një dëm, poshtërim, turpërim dhe përbuzje për ta. Ata do të mbushen me trishtim dhe ankth. Secili prej tyre do të thotë: i miri unë. Sikur të mos më jepej fare ky libri im, ai thotë kështu, sepse në atë libër është vendimi për përjetësinë në zjarrin e xhenemit, dhe mos të kisha ditur për llogarinë time. Kështu të mos e dija se si është llogaria ime. Ai do të donte të ishte harruar dhe të mos kujtohej më. Do të dëshironte që çështja të ishte mbyllur me vdekjen e tij dhe të mos përballej kur me llogarinë e veprave. Ai do të dëshironte që të ishte dhe të mos ringjallej më, prandaj thotë: të kisha qenë i vdekur të mos isha ringjallur. Sikur të kishte qenë ajo. Vdekja fundi përhershëm për mua. I miri unë, sikur pas vdekjes time të mos kishte ringjallje. Sikur me vdekjen të mbyllej gjithçka. Ai kujton i dëshpëruar pasurinë dhe pushtetin që kishte në jetën e dynjas, të cilët nuk i përdori për të fituar kënaqësinë e krijuesit të tij dhe lumturinë e ahiret. Ato tashmë nuk mund të shërbejnë për ta shpëtuar nga ndëshkimi i të drejtit, qoftë edhe sikur të jepte për kompensin të gjithë tokën. Secili nga këta do të thotë: pasuria ime nuk më solli dobi. Pasuria nuk më bëri as pak dobi. Mua hoq edhe pushteti. Pasuria nuk bën me dobi, sepse tashmë është shkatruar dhe është zgjukur. Në fakt, ajo pasuri nuk i ka bërë dobi as në dynja. Po ashtu, janë zgjukur edhe ushtritë që ai kishte në dynja, siç janë zgjukur edhe alatët e tij të fortë, tek të cilët mbështetej. Tashmë nuk i vlen as fama e gjerë dhe as prestigji i tij ndër njerëz. Të gjitha këto janë fshirë si pluhuri prej furtunës. Bashkë me to, kanë humbur shanset për shpërblime, të cilat ishin plotësisht të mundura që t'i arrinte duke punuar në jetën e dynjas. Vendin e tyre e kanë zënë ankthi, dëshpërimi dhe vuajtja.
Pikërisht në këtë moment të frikshëm vjen urdhri për ta ndëshkuar në xhehenem, dhe falimentoj fuqia ime. U tefsiru sure El, Haka, ajet 28. E atyre u thuhet, kapni ata dhe lini në pranga. Kapeni dhe prangoseni në hekura. Shtrëngojeni me pranga, të cilat e marrin frymën. Pastaj në skter fërgoni. Pastaj hidheni në xhehenem. Kyteni në prushin dhe zjarrin e ndizur fort të xhehenemit. E mande i lini në zinxhir prej 70 kutësh. Pastaj lidheni me një zinxhir të gjatë 70 kutë. Lidheni atë me një prej zinxhirëve të nxehtë të xhehenemit. Në fakt, fjala fesuku do të thotë, le ta përshkoj ky zinxhir trupin e tij, duke i futur nga prapa dhe duke i dalë nga goja, dhe pastaj të lidhet të shtrëngohet rreth tij. Kështu do të vazhdoj të vuajnë me turket ndeshkëm poshrues. Le ta kujtojmë shkakun që do t'i çojë në këtë gjendje, në mënyrë që edhe ne të ruhemi prej saj. Sepse ai, me të vërtetë, nuk ka besuar Perëndinë e madhërueshëm. Sepse ai nuk besonte Allahun e madhëruar. Ai ishte mohuesi i Zotit, arrogant me profetët, refuzues dhe mohuesi i së vërtetës, të cilën profetët e sollën nga Zoti i tyre, dhe nuk kanë nxitur të ushqejë të varfërit të shkretë. Ai nuk nxiste për të ushqyer të varfërit. Gjithashtu, ai nuk kishte pikë dhe mshurje në zemër që të mëshironte të varfërit dhe nevojtarët. Jo vetëm që nuk i ushqente dhe ndihmonte ata me pasurinë e tij, por nuk nxiste as të tjerë ta bënin këtë gjë. E çfarë mund t'i bëj këto zemra që të ndjejnë butësi dhe mëshirë, kur ato janë bosh nga të tilla ndjenja njerëzore? Pi çuditse këta janë njerëzit më fatkeq dhe më të dëshpëruar që mund të ekzistojnë. Lumturia e njeriut është e kushtuar nga dy gjëra. Në varësi të plotësimit të tyre, do të jetë edhe lumturia e njeriut. Së pari, sinqeriteti në adhurimin e Allahut të lartësuar, baza e të cilit është besimi i plot dhe i saktë në Zotin, në profetët dhe në shpalljet e Zotit. Së dyti, bamirësia ndaj krijesave me të gjitha llojet dhe mënyrat e saj. Padyshim, bamirësia më e madhe ndërnjerëzore është plotësimi i kushteve të nevojtarove në të gjitha aspektet e jetës, në ushqim, veshmbathje, strehim, siguri, paqe etj. Por ata fazi nuk pranuan as sinqeritetin ndaj krijuesi dhe as bamirësinë ndaj krijesave, prandaj e merituan atë që morën. Prandaj, ai, sot këtu, nuk ka mik të dashur. Ai sot nuk ka këtu asnjë mik, kuptimi, sot, pra, ditën e gjykimit, këta nuk kanë asnjë mik ose ndihmës që mund t'i shpëtojnë nga ndëshkimi apo t'u japë shpërblim. Askush nuk mund t'u ofrojë atyre ndërmjetësin të Zotit i botëve, sikurse thot i lartësuari në një ajet tjetër, dhe asnjë ndërmjetësi nuk bën dobi te ai përveç atyre që ai u jep leje për të ndërmjetësuar. Sebe 23. Ata njerëz që mund të ndërmjetësojnë në hadith janë vetëm besimtarët, të cilët nuk mund të ndërmjetësojnë për qafirët dhe kriminalët, siç thot i lartësuari, për zullumçarët nuk ka miq dhe as ndërmjetësues që u dëgjohet fjala. As ushqim tjetër përpos shërbësirës. As ushqim tjetër përveç kizrin it. Qelm nga trupat e banorëve të xhehenemit që nuk e ha kush, përveç të gabuarve. Ushqimi vetëm i tyre është kisrin i. Gisën quhet vreri ose qelbi që del nga plagët e banorëve të zjarrit. Ai është përvelues, me erë shumë rënd dhe i pështirë kur e sheh. Ai është gjithashtu shumë i hidhur për t'u përballuar. Tët ushqim do ta hanë veç të ashtu quajturit el hatjune, të gabuarit, do me thënë, ata që nuk zgjodhen rrugën e drejtë, por ndoqen me vetdije rrugët e humbjes dhe të zjarrit. Për këtë arsye, ata merituan dëshkimin e dëmshëm, të cilën e hanë vetëm fajtorët jo besimtarët. U tefsiru sure El, Haka, ajet 36. Unë betohem me atë çka shihni ju. Unë betohem me atë që e shihni, edhe në atë që nuk e shihni. Allahu i lartësuar betohet në gjërat që i shohim dhe në ato që nuk i shohim. Kjo do të thotë që Allahu betohet në të gjitha krijesat. Madje, në këtë betim Allahu i lartësuar përfshin edhe veten e vet. Ai betohet në gjithçka që ekziston për besnikërinë e profetit dhe për vërtetësinë e Kuranit. Allahu i lartësuar betohet se profeti e ka kuptuar Kuranin me besnikëri, duke hedhur kështu poshtë shpifje për të, dhe me atë që nuk shihni. U tefsiru sure El, Haka, ajet 38. Me të vërtet, ajo Kurani është fjala e shpallur profetit të shenjtë. Me të vërtet ai. Kurani është fjali që e kumton i dërguari i ndeshëm. Ai nuk është fjalë e ndonjë poeti, por ju nuk besoni. Nuk është as fjalë e ndonjë faltari, por ju nuk kujtoni. A miq e profetit e quajtë me emra të ndryshëm të trilluar, si poet, falgjor apo magjistar. Por Allahu i lartësuar e lëvdon profetin e tij duke i hedhur poshtë shpifjet e tyre. Allahu i lartësuar na tregon shkakun pse ata shpifin kundër profetit, kur thotë, ju nuk besoni dhe ju nuk kujtoni. Pra, ata as besonin dhe as kujtonin, prandaj edhe shkuan atje ku shkuan. Nëse do të besonin dhe të kujtonin shpalljen e Zotit, do të arrinin të mësonin çdo gjë të dobishme dhe do të kuptonin mirë çdo gjë që i dëmton.
Nëse do të shikonin dhe mendonin me kujdes rreth Muhamedit, rreth cilësive e virtyteve të tij, do ta kuptonin se ai ishte profeti i Allahut, ndërsa libri që ai solli është shpallja e Zotit të botës, e nuk është fjalë e poetit. Pak ju besoni. U tefsiru sure El, Haka, ajet 40, e as nuk është fjalë e ndonjë magjistari faltori, pak po mendoni ju. U tefsiru sure El, Haka, ajet 40, Kurani është i zbritur nga Zoti i gjithësisë. Ai është shpallje prej Zotit të botëve. Ai libër nuk mund të jetë fjalë krijese. Ai është fjalë që tregon madhështinë e atij që e ka folur dhe e ka shpallur, tregon lartësinë dhe bukurinë e cilësive të tij, për kujdesin e madh të tij për krijesat, lartësinë e tij mbi çdo gjë që ekziston. Të mendosh që dikush mund të shpif kundër Zotit dhe mund të trillojë rreth tij, është një mendim i gabuar, që nuk përkon as pak me madhështinë dhe urtësinë e Allahut të gjithditur dhe të gjithfuqishëm. I lartësuari thotë, sikur të kishte trilluar Muhamedi diçka prej fjalëve në llogaritur. Sikur ai të trillonte për ne ndonjë fjalë, ne do ta kapnim atë me të djathën tonë, e pastaj do t'ia këputnim atë i arterinë e zemrës. E luajtën quhet arteria e zemrës, që nëse këputet, njeriu vdes me njëherë. Pra, nëse Muhamedi asë do të shpifte dhe trillonte fjalë që Zoti nuk i ka thënë, gjë që kur nuk mund të mendohet për profetin e mëshirës, Allahu i lartësuar do ta përshpejtonte ndëshkimin e tij. Ai do ta ndëshkonte më njëherë atë, sikurse ditë të ndëshkoj krenari i gjithëposhtetshëm. Një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, sepse Allahu i lartësuar është El Hakim, i urti, dhe urtësia e tij nuk mund të lejojë një mashtrues që të flasë gënjeshtra ndaj të madhruarit. Allahu i lartësuar dhe i urtë nuk mund të lejojë të ketë sukses një mashtrues që pretendon se Allahu ja ka bërë të lejueshme gjakun dhe pasurinë e kundërshtarëve të tij. Ai nuk mund të tolerojë një mashtrues që të thotë se ai dhe pasuesit e tij janë fitimtarët dhe të shpëtuarit, ndërsa kundërshtarët e tyre janë të humburit dhe të shkatruarit. Një trillues i tillë nuk mund të shpëtojë dëshkimit të plotpështetshmit. I lartësuari thotë, ne do ta kapnim atë për dorën e djathtë. U tefsiru sure El, Haka, ajet 44, dhe do t'i aprenim arterinë e zemrës. U tefsiru sure El, Haka, ajet 44, dhe askush prej jush nuk do të mund ta mbronte prej këtij dënimi. Askush prej jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e tij. Allahu i lartësuar jo vetëm që nuk e ndishkoi këtë njeri, por e ndihmoi dhe e përforcoi me mrekulli, argumente dhe fakte të shumta që tregojnë besnikërinë e tij dhe vërtetësinë e Kuranit që ai solli te njerëzit. Allahu i lartësuar e ndihmoi atë duke i mundsuar fitore të mëdha dhe të vazhdueshme mbi armiqtë e tij. Ai i dhuroi profetit pushtet mbi të gjithë ata që treguan armiqësi ndaj tij. Të gjitha këto janë dëshmi të vërtetësisë e profecisë së tij. Të gjitha dëshmojnë se Muhamedi ishte një profet besnik i Zotit të plotfuqishëm dhe të urtë. Me të vërtetë, ai Kurani është këshill për ata që dëshirojnë zbatimin e urdhrave dhe të ruhen prej të keqjave. Ai Kurani është këshill për të devotshmit. Kurani është kujtim dhe mesim për të devotshmit. Nëpërmjet mësimit dhe kujtimit të tij, ata njohin dhe kuptojnë rrugën e arritjes së mirësive të dynjas dhe të ahiretit. Atë kuptojnë besimin e tyre të pastër dhe prej tij stolisën me cilësitë dhe virtytet më të larta që kënaqen dhe gëzojnë gjithçka. Ai është burimi i ligjeve të jetës dhe adhurimeve të tyre. Jeta e tyre ndërtohet mbi këtë libër. Me të jetojnë dhe vdesin. Nëpërmjet tij, ata bëhen dietarë të mëdhenj dhe edukatorë të njerëzimit, adhurues të ditur dhe të urtë, udhëheqës që udhëzojnë në rrugën e drejtë, me lejen e Zotit të tyre. Por, ne, me siguri, e dim që ka prej jush përgënjeshtrues. S'ka dyshim se ne dim që ndër ju ka dhe mohues. Njoftimi se Allahu i lartësuar i di ata që e mohojnë Kuranin madhështor, është një kërcënim i madh për dënimin e fortë që i pret ata. Me të vërtetë, ai Kurani është fatkeqësi për mohuesit. Ai Kurani padyshim do të jetë dëshpërim për ju besimtarët. Mohuesit e Kuranit, ata të cilët nuk e besojnë dhe nuk e trajtojnë atë si librin e Zotit, kur të shohin dhe vuajnë dëshkimin e paralajmëruar, kanë për t'u pushtuar nga një dëshpërim i thellë. Ata do të dëshpërohen se nuk i pranuan dhe nuk i unështruan porosive të këtij libri. Ata do të pikëllohen për mirësitë e premtuara në të përbesimtarët, të cilat tashmë nuk mund t'i arrijnë, dhe për ndëshkimin e paralajmëruar në të përmohuesit, nga i cili kur nuk do të shpëtojë. Atë ditë nuk do të ketë asnjë mundësi kthimi prapa e pendimit. Por ai Kurani, padyshim, është e vërtetë e pamohueshme. Ai Kurani është e vërteta e sigurt. Kurani është hakulljekin, grada më e lartë e sigurisë që mund të arrihet rreth diçkaje. Jekin është siguria e plot rreth diçkaje, siguria e cila është e padiskutueshme, e qëndrueshme, që nuk mund të hidhet poshtë dhe nuk mund të vihet në dyshim. Jekin i është në 3 nivele. Niveli pasardhës është më i lartë se ai paraardhës 1.
I mulli e ke siguri prej dijes që përfitohen nga përcjellja me saktësi e dijes ose informacionit. 2. Ai nulli e ke siguri prej veshtrimit me sy, e cila përfitohet nëpërmjet shisës së të parit ose shisave të tjera. 3. Akulli e ke siguri totalisht e vërtet ose siguri e përjetuar, e cila është dija e përfituar nga shijimi dhe përjetimi i drejtpërdrejtë së vërtetës në gjithë dimensionet e përjetimit. Atëherë, Kurani është në gradën më të lartë të sigurisë së dijes, në gradën e hakullijekin, sepse ata që din ta kuptojnë dhe jetojnë me diturinë e tij, me të vërtetat e imanit që thuhen në të, me faktet dhe dëshmitë rreth jetës dhe përjetësisë, ata arrin hakullijekin. Imam Ibn Kai, jemi duke folur për yakin, insigurinë dhe gradat e saj, thot, 3 gradat e yakinit janë shpjeguar nëpërmjet një shembulli të thjeshtë, dikush te cilit i beson dhe nuk ka asnjë dyshim në lajmin që të jep, se pari të njofton rreth mjaltit, pastaj ta tregon atë që ta shohësh dhe në fund të jep që ta provosh atë. E para është imul yakin, e dyta është ainul yakin dhe e treta është akul yakin. Kështu dituria jonë e sigurt që marrim prej shpalljes së Zotit Kurani e synet rreth xhenetit dhe zjarrit PSH. Na mundson neve imul yakin sigurinë prej dijes. Kur xheneti tu afrohet të devotshmëve dhe zjarri të shfaqet për të humburit, atëherë krijesat do të arrijnë ainul yakin sigurinë prej vështrimit me shisa. Ndërsa kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet dhe banorët e zjarrit të hyjnë në zjarr, atëherë do të përjetojnë akul yakin sigurinë totalisht të plotë, pra sigurinë e përjetim. Shih Medarijus Salikin 2 445. Imam Ibn Kai, jemi duke folur për akul yakin, insigurinë e përjetimit, thot, mësoje se kjo grad nuk arrihet në këtë dynjë veçse nga profetët e Zotit. Kështu, profeti ynë Muhamedi asë e pa me së xhenetin dhe zjarrin, mos asë dëgjoj. Zotin realisht që i foli drejt për drejt pandërmjetës. Po, është e vërtet që edhe besimtarët dollë që të përjetojnë dhe të arrijnë gradën e hak, kull yakinit sigurisë totalisht e vërtet kur bëhet fjalë për përjetimin e ëmbëlsisë së imanit dhe ndjenjave të fuqishme që prodhon imani i vërtet dhe i qartë. Ndërsa kur bëhet fjalë për çështjet e ahiretit si xheneti, zjarri, shikimi i Zotit realisht me sytë e ballit dhe të zemrës, dëgjimi i fjalës së tij realisht dhe pandërmjetës prej tij, të cilat që besimtari do t'i përjetojë vetë në jetën tjetër. Ndërsa në këtë jetë atij i takon t'i besojë me iman të plot që arrin gradën e ilmil yakin. Shih Medarijus Salikin 2 445. Me sa duke që Isa ka për qëllim këtë nivel të akul yakinit, pra gradën e hak, kul yakinit sigurisë totalisht e vërtet që bën fjalë për përjetimin e ëmbëlsisë së imanit dhe ndjenjave të fuqishme që prodhon imani i vërtet dhe i qartë. Dhe pa dyshim ky Kurani është burimi i vërtet i kësaj sigurie dhe prodhuesi i këtyre ndjenjave dhe përjetimeve të mrekullueshme. Prandaj, falenderoj me emrin e Zotit tënd të madhërueshëm. Prandaj, ti lartësoja nga tëmetat Zotin tënd të madhëruar. Lavdëroja Allahun e lartësuar me tasbih, duke e lartësuar atë nga çdo gjë që nuk i shkon madhështisë dhe krenarisë së tij. Shenjtëroj atë duke përmendur cilësitë e madhështisë dhe bukurisë së tij.